A mendoni që monopatinat janë rrezik për qytetin? Shumë rrezik. Nuk ka më rrezik, se po e marrin që nga moshat 2 vjeç, 3 e deri 50 vjeç me këto patina. Po mirë, a ka korsi këtu në Tiranë për të ecur monopatinat? Tu nuk ka asgjë shpirt, ka vetëm plera. Vënd që jetojmë neve, masa duhet t'i marrim vetë. Prindrit për fëmijët dhe të rriturit për veten. Duke kuptuar shumë mirë që jetojmë këtu, nuk ka shtet zemra dhe ne mos presim asnjë gjë nga ai. Për ata lehtojnë punën e tyre, për në shkollë, për në punë më shpejt, sepse autobusat janë katastrofë tek neve. Do futesh në autobus, do tretesh nga vapa njerë dhe jemi njëri mbi tjetrin atje, nuk ka frymarrje. Këtu nuk ka asi gjotë mirë, edhe ne që kena qenë të mirë, jena të u bo shumë të këqi, nga situata, nga ambientet, ne po na ikin fëmijët, po na ikin jashtetit. Sepse tu nuk ke siguri, as në arsim, as në shëndet, as në... As kur ecë. Nuk ka drejtësi këtu shpirti. Në një vend ku nuk ka shtet, mos prit.